Si të zhdukni thinjat përgjithmonë vetëm me një përbërës, ja receta. Flokët bëhen të thinjura kur qelizat ngjyrë prodhuese ndalojnë prodhimin e pigmentit. Në mënyrë tipike, njerëzit fillojnë të kenë flokë të thinjura gjatë të 30-tave. Sigurisht, flokët e thinjura mund t'i lyeni me bojë, por në qoftë se dëshironi që të përdorni receta natyrale dhe të shpëtoni prej tyre, një herë për gjithmonë, ne ju rekomandojmë këtë recetë me vetëm një përbërës. E gjitha çfarë do t'ju duhet është një tenxhere me lëvore të patateve dhe 2 gota me ujë. Hidheni lëvoret e patateve në ujë dhe valojeni për 5 minuta. Lëreni që të ftohet. Lëngu në fillim kthehet në ngjyrë të verdhë, më pas në të zezë. Lani flokët me shampo siç bëni zakonisht. Hidhni përzierjen e patateve në flokët tuaj dhe pastaj mbulojini flokët me një peshqir. Mbajini atë për disa minuta.